Gjirokastër shka të ndisur qarku mos më keq. Ku shkoni ju për të shpalosur programin e Partisë Demokratike për bujësinë? Të vinë atje, të gjithë drejtorët, të vinë të dëgjojnë. Por çfarë ka menduar Partia Demokratike për të rikthyer të rinjt tanë? Të gjithë fermerët e rinj do t'i subvencionoj me 30.000 euro. Pra, të gjithë ata të rinj që duan të hapin ferma, do të subvencionoj me kredit të buta, me zero interes, në shumën 30.000 euro. Që do të thotë kjo? Që ata do të kthehen, vitet e para do të fillojnë prodhimin, dhe do të kemi jo vetëm rricim të djemve tanë, e të vajzave tona, por edhe një mëkëmbje të fermave. Nga ana tjetër, do të heqim për prodhimin sezonal, do të vendoset taksi importim, që të mbrohet prodhimi vendas, që është shumë i rëndësishëm për ne. Sepse lektorët tanë dhe fermerët tanë prodhojnë, por e kanë vështirë të shesin, sepse na vijnë ushqime nga jashtë. Për këtë arsye Partia Demokratike do të vendosi taksa për importet, pra për gjitha prodhimet që hyjnë nga jashtë, për ta ndihmuar prodhimin vendas. Nga ana tjetër, çfarë do të bëhet? Do të bëhet heqja e TVSH-së dhe balancimi i TVSH-së së blerjes me TVSH-n e shitjes. Pra të kemi mundësi që të mos ketë ato handikapet e TVSH-ve. Sigurisht që kjo do t'i japi një hovë të madh prodhimit ton, fermave tona, fshatarësisë tonë. Për sa i përket anës politike, më mirë se ju nuk e bën dot fushatën. Pse? Sepse ju jeni më afër njerëzve, më afër fshatarësisë, më afër gjithëve. Të gjitha këto që ne ju themi, gjithë programin ton, ju duhet t'ua thoni edhe të tjerëve. Duhet ta hapni këtë derë të Partisë Demokratike, t'i afroni njerëzit, t'u flisni, siç u flasim edhe ne. Ka ana tjetër, ju e dini fort mirë që Gjirokastra është kthyer në më keq se një fshat. Kanë ikur komplet institucionet. Partia Demokratike, një nga pikat e saj kryesore është rikthimi i gjithë institucioneve, që do të thotë që Gjirokastra të bëhet sërish qendër e jugut. Pse duhet kjo? Që shërbimi të kalojë edhe të vijë afër qytetarit edhe fshatarësisë. Ne për një rezonancë shkojmë në Vlorë, apo jo? Ju e dini shumë mirë. Për të marrë një dokument shkojmë në Lushnjë, sepse na ka shkuar aty arshiva. Për një gjyq shkojmë në Lushnjë edhe në Fier. Për një dokument tatimor shkojmë në Fier. Do me thënë gjithë borxhi tatimor ka kaluar atje, e plot institucione e tjera. Që do të thotë të gjithë ne sorrollatemi për të marrë një dokument, për të zgjidhur një hall, për të bërë diçka. Kjo është një nga pikat kyçe të Partisë Demokratike, që gjithë institucionet do t'i bijemi në Gjirokastër. Pra, Gjirokastra do të bëhet sërish qendra e jugut. Me thënë të vërtetën, edhe pse mund të mos kenë qenë të krahut ton politik, na kanë pritur me krah hapur. Të gjithë janë të mërzitur, të gjithë duan ndryshimin. Shpresojmë shumë sepse unë shpresoj që Gjirokastra do të jetë ndryshimi. Nga ne do të vijë ndryshimi për gjithë Shqipërinë. Unë nuk është se shpresoj, por në fakt e besoj që ne do të marrim 2 deputet. Duhet të besojmë fort dhe të punojmë fort të gjithë bashkë që ne të arrijmë këtë synim që kemi. Ju falenderoj edhe një herë.